Shënohet dita botërore e librit, një ditë kjo e cila na tregon për rëndësinë që ka libri si mjet i dijes. Bibliotekat në anën tjetër janë institucione shumë të rëndësishme të cilat bëjnë promovimin e librit. Në rast të kësaj dite do të bisedojmë në një intervistë me drejtorin e bibliotekës në Kolegjin AB me zotrin Urem Sallauka. Përshëndetje zotri Urem dhe faleminderit shumë për kohën. Çfarë do të thënie ka dita e librit për ju, por edhe për bibliotekën e Kolegjit AB? Faleminderit për pjesëmarrjen dhe faleminderit për ftesën që keni bërë për këtë ditë të rëndësishme, pra ditën ndërkombëtare, ditën botërore të librit, e cila nuk festohet vetëm në Kosovë ose vetëm në Kolegjin AB, por festohet në ambanë botës. Dita botërore e librit është një festë për neve, e unë si drejtori i bibliotekës dhe si shërbës i përdorësve të shumë të cilët ka biblioteka jonë, unë jam shumë i lumtur që kjo ditë festohet çdo vit në Kolegjin AB. Po, si shënohet dita botërore e librit në Kolegjin AB, cilat janë aktivitetet kryesore që janë mbajtur sot gjatë ditës? Ne sa gjatë ditës kemi pas grupe të ndryshme të nxënësve, të shkollave të ndryshme, gjithashtu kemi pas edhe grupe të studentëve të cilët për shkak të kësaj dite të rëndësishme kanë ardhur dhe kanë vizituar bibliotekën, por vlen të theksohet se Kolegji AB në vitin 2018 ka themeluar një çmim. Pra, rektorati i Kolegjit AB ka themeluar një çmim me emrin e profesor doktor Masar Slavileci, i cili çmim ndahet për student e dalluar ose për student të cilët shfrytëzojnë burimet e resurset e bibliotekës. Dhe sot i kemi ndarë 4 studentëve çmimin me mirënjohje për studentët me çmimin me emrin e Masar Slavilecit. Ka qenë një ditë mjaft e ngarkuar, po thënë kështu, gjithashtu e veçantë dhe aktiviteti është shënuar në ambientet e bibliotekës, pra kemi festuar ditën e librit. Po, të flasim pak edhe për interesimin e studentëve për lexim. A ka rritje të interesimit nga studentët për të lexuar libra në këtë biblioteka, apo e keni vërejtur që gjatë viteve të fundit është humbur interesime? Jo, për mua personalisht, sepse unë jam çdo ditë punë këto, për mua ka ngritje të lexueshmërisë, jo vetëm në bibliotekën tonë, por në gjithë Kosovën. Unë shoh që ka biblioteka jonë është e kombinuar në forma të ndryshme si sallë leximi, ka ambiente për studime grupore, ka ambiente ku mund të studiojnë student me një hapësim të veçantë për një person, po të njëjtën kohë dhe biblioteka jonë ju krijon mundësinë që secili student ose secili përdorës mund të huazojë libra nga biblioteka dhe t'i kthen pas një kohe. Duke i parë statistikat ose bazuar në statistikat, për momentin mund të them me bindje që mund të jenë mbi 1000 tituj të libra të cilët janë në huazim aktualisht, dhe ato libra të cilat huazohen mund është e çdo ditëshme, qarkullojnë çdo ditë, lexueshmëria është mjaft e madhe, nuk do të thotë që nuk ka lexues në Kosovë. Po, cilat janë temat ose autorët që preferohen më shumë në bibliotekën tuaj? Një pyetje të tilla kam edhe nga studentët, ose më thonë që ju lutem mund të na rekomandoni se çka të lexojmë. Ne kemi të gjitha fushat e studimit, këto duke përfshirë edhe letërsinë shqipe, letërsinë botërore. Nuk isha dashur të them që për një autor ose një autor tjetër, po janë kryesisht librat bestsellerat, gjithashtu janë librat klasik, autorëve anglez ose amerikan klasik, po edhe libra tjerë akademik, universitar, të cilat pa theme që mund të kenë edhe detyrim ndoshta për studimet e tyre që ti marrin të lexojnë. Po në përgjithësi ka huazime të shumta të romaneve të autorëve shqiptar dhe të autorëve të huaj, të përkthyer në gjuhën shqipe. Gjithashtu edhe kemi edhe këndën e gjuhës angleze, që ka libra të ndryshëm dhe klasik, që huazohen shumë nga studentët. Përveç librave në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze, biblioteka e Kolegjit a ofron literaturë edhe në gjuhë të tjera, apo janë vetëm këto? Po, biblioteka jonë fokusi nuk e ka vetëm të librat e gjuhës shqipe, po ne në bibliotekë kemi libra të gjuhës angleze, kemi libra në gjuhën frenge, kemi libra në gjuhën gjermane dhe në gjuhë të tjera. Ne së fundmi kemi qenë edhe një kant në bibliotekën tonë, e cili është kanti japonez,
cilat janë libra në gjuhën angleze, po kryesisht për kulturën ose traditat e Japonisë. Pra edhe kemi edhe një kënd japonez i cili është në shërbim të studentëve. Sa është numri i botimeve i përgjithshëm në bibliotekën e kolegjit? Kolegji AB në fakt ka të krijuar edhe shtëpinë botuese të vetën, që nga fillimi. Me vetëm limin e kolegjit AB është themeluar edhe shtëpia botuese. Deri me tani janë mbi 120 ose 130 tituj të botuar nga shtëpia botuese AB. Librat janë kryesisht libra universitar, libra akademik, megjithatë kemi edhe libra publicistik, kemi poezi, kemi libra të ndryshme, cilët janë pjesë e shtëpisë botuese. Me ato libra edhe studentët shërbejnë, po jo vetëm për studentët e kolegjit AB, po janë në përdorim edhe për studentët e tjerë të universiteteve të tjera në Kosovë. Për fund, a ka ndonjë plan që keni planifikuar që në të ardhmen të investohet në biblioteka, po Biblioteka për momentin kthehemi te pyetja e mërshme se a ka lexues. Unë thash që ka lexues dhe hapësira ku jemi këtu është mjaft e madhe, megjithatë ka nevojë që kjo hapësirë të rritet edhe më shumë. Po besoj shumë që së shpejti do të kemi një bibliotekë tjetër edhe më të madhe se kjo. Edhe ky do të jetë investim i mirë, sepse hapësina kemi libra mjaft, megjithatë hapësina e rafte është mjaft e vogël, kështu që po besoj që do të ketë një zgjerim të bibliotekës, do të jetë një bibliotekë edhe më moderne se kjo. E tha me bindje se biblioteka Kolegjit AB është një nga bibliotekat më unike në Kosovë, për arsye se brenda një hapësire të bibliotekës është të kombinuar në forma të ndryshme, siç e ceka merret, për studime grupore, për studime personale, se ne themi media room, kemi hapësira multifunksionale dhe hapësira tjera për lexim dhe studim. Domethënë është të kombinuar në atë formë që secili të ndihet i lirë, të vjen në bibliotekë, të merr shërbimet që don. Gjithashtu, siç po shihet, janë edhe librat janë me rafte të hapura, pra studenti shkon, e zgjedh librin, nëse don me zgjedh një libër, nuk e pengon askush, megjithatë nëse nuk din diçka, është stafi ai i cili është i gatshëm të ndihmojë në çdo aspekt. Për fund, kisha dashur të cek edhe në thojza, një mision të cilin është i bibliotekës edhe personalimi, që biblioteka jonë çdo e ka mision që çdo student ose çdo person i cili vjen në bibliotekën e Kolegjit AB për të marrë një shërbim, nuk ka mundësi teorike dhe as praktike të kthehet jashtë bibliotekës pa e marrë informacionin që ai ose ajo kërkon. Kjo është misioni joni, edhe për këtë deri më tani nuk kemi absolutisht asnjë ankesë nga asnjë student, sepse shërbimet janë super të mira për secilin student. Përveç libra, prapë tham, Kolegji AB, biblioteka jonë ju ofron edhe qasje të ndryshme në revista të ndryshme shkencore për të gjithë studentët dhe për të gjithë hulumtuesit e tjerë të Kolegjit AB. Kështu që hapësira e bibliotekës, edhe nëse është kjo hapësirë që po shihet, prapë janë shërbimet